Një simbol, një sy që shfaqet që në lashtësi. Diku i dukshëm dhe diku i fshehur, e që duket sikur të mban nën vëzhgim, të mban nën kontroll. Thonë se është sistemi që kontrollon gjithçka. Të tjerë thonë se është vetë Zoti që vëzhgon. Sistemi, syri nën prizmin e gjuhës shqipe. A e ke pyetur ndonjëherë veten se çfarë është një sistem? Një rregull? Një forcë që të mban në vend? Apo një sy që të sheh ose që të imponon ç'të shikosh? Fjala sistem, sipas linjës zyrtare, nuk është fjalë shqipe. Ajo vjen nga greqishtja systema, që do të thotë tërësi e lidhur pjesësh. Por nëse e zhveshim nga etimologjia klasike dhe e shohim me syrin e gjuhës shqipe, dalin kuptime të tjera që zbulojnë të vërteta që nuk thuhen. Fjala systema në greqishten e vjetër është formuar nga dy pjesë, syn e barabartë me bashk dhe histemi e barabartë me të vendos ose të qëndroj. Por as syn e as histemi nuk janë me origjinë greke sipas shkencës së gjuhësisë. Sepse vetë gjuha greke është indo-europiane dhe shumë rrejnë vinë nga burime më të hershme, të cilësuara para greke, pellazgo-ilire ose trakase, për të cilat greqishtja i ka përvetësuar dhe formalizuar sipas linjës zyrtare. Por çfarë ndodh shkencërisht? Nëse një fjalë krijohet nga rrejnë të huaja, por përdoret në një gjuhë, ajo është e përdorur nga ajo gjuhë, jo me origjinë nga ajo gjuhë. Për këtë arsye, shumë fjalë që quhen greke, të lashta apo latine, janë në fakt kompozime të rrejnëve më të vjetra indo-europiane ose pellazgo-ilire. Le të përdorim pra gjuhën shqipe e cila mbar çelësat e njohurive të vërteta. Kjo fjalë përbëhet nga bashkimi i dy fjalëve njërrokshë shqipe. Si e barabartë me sy dhe teme e barabartë me e imja. Mirë po para fjalës e imja, kemi mohuesen s, e cila jep kuptimin e kundërt fjalës. S në shqip përdoret shpesh për të mohuar diçka. Shembuj, s'jam, s'ka, s'flet e tjerë. Pra kemi stem e barabartë me jo e imja. Fjala sistem si sy, jo i imi, është e barabartë me syri tjetër. Në këtë këndvështrim, sistem përkthehet si një sy i jashtëm. Një strukturë që shikon ose një mënyrë për të parë botën që nuk është personale, por e imponuar. Ti shohësh gjërat jo me syrin tënd, por siç të imponojnë pra.
Pra me pak fjalë, ti në këtë kontekst nuk shiko realitetin, por atë që të serviret që të shikosh. Por është dhe sistem. Syri s'është i imi. Një sy tjetër që më mban në kontroll. Mitologjia egjiptiane na sjell syrin e Horusit, një sy që sheh gjithçka. Përdoret për mbrojtje, por edhe për mbikëqyrje. Në Bibël Zoti është përshkruar si një sy që vështron nga qielli, pra një sistem fetar. Syri është gjithmonë mbi ty. Pra, ti si në gjendje të shikosh me syrin tënd, por shikon atë realitetin e deformuar, sepse syri nuk është joti, pra temja apo tem, por stemi e barabartë me jo e imja. Në kohët moderne kemi kamerat, algoritmet, qeverit që të ndjekin në çdo hap. Një tjetër sy, jo i yti. Kjo është zemra e sistemit pra. Gjithçka pra të kontrollon, të sheh dhe ti i sheh gjërat gjithandej të deformuara sipas interesit të sistemit. E thënë më thjesht, je i sistemuar. Je pra një prerje si gjithë të tjerët, për të qëndruar bukur në stivën e përgatitur nga syri që i sheh nga jashtë. Nuk je pra si dru i shtrembër, që të prish stivën e sistemuar bukur nga syri që i sheh gjithë drurët e stivës. Dhe këtu, sistemi bën gjithnjë kujdes që në stivë mos të ketë dru të shtrembër, që të mund të rrezikojë stivën, pra sistemin. E nëse ndodh një rastësi dhe ti nuk je i drejtë si të tjerët për të qëndruar në stivën e sistemit, ti konsiderohesh si një dru i shtrembër, i padobishëm që rrezikon stivën e sistemuar me kujdes dhe duhesh flakur tej. Duhesh përfillur sikur mos të kishe ekzistuar kurrë. Mirëpo, gjuha shqipe ka variante të tjerë për shpjegimin e fjalëformimit të fjalës sistem. Dhe në variantin e dytë, fjala sistem ndahet si më poshtë. Sis dhe tem e barabartë me gjiri im. Në këtë analizë, fjala lexohet si sis, gjiri i nënës pra, nga ku ushqehemi, dhe tem pra e imja. Një sistem mund të jetë dhe burim ushqimi, rritje, sigurie, ose thënë dhe ndryshe, të ushqen dhe të rrit me ato që i duhen sistemit. Pra këtu sistemit mund t'i interesojnë edhe gënjeshtrat, mashtrimet. Dhe kështu ti ushqehesh nga sistemi, sis, gjiri i nënës, dhe tem e imja pra. Ashtu si gjiri i nënës ushqen foshnjën, një sistem mund të mbajë gjallë, por edhe të bëjë të varur. Mirë po, sist e mi
Në Shqip jep dhe kuptimin se për disa sistemi funksionon ose përdoret për përfitime. Dhe në këtë këndvështrim që na jep gjuha shqipe, sistemi shërben si një formë ushqimi, si mjelje, gjvatje dhe përfitime personale për një kast të caktuar njerëzish. Kështu, si përfundim, në këtë variant mund ta shohim sistemin si një mjet që disa e ushqen në mënyrë që të mbahet gjallë dhe disa që përfitojnë nga ai, pra nga sist e mia. Varianti tjetër për shpjegimin e fjalëformimit të fjalës sistem ndahet si më poshtë. Në gjuhësi tashmë dihet se edhe shkronja theta është përdorur për t, por dhe për th. Dhe në këtë rast kemi si them, e barabart me si nuk them. Pra në këtë gjë që quhet sistem, ti nuk mund të flasësh. Një sistem që të hesht pra, them e barabart me nuk flas. Një sistem është dhe një strukturë që të ndalon të flasësh, pra nuk ke mendimin tënd. Në Mesopotami, njerëzit heshnin nga frika e Enlilit. Në diktaturë, sistemi është i ndërtuar për të bërë të heshtësh. Në teknologji, algoritmet fshin fjalët që s'ju pëlqejnë. Sistemi të rregullon, të organizon, të hesht, të zhduk, të kufizon dhe shpesh thjesht të fshin. Të heq nga stiva e stivosur pra, e sistemuar bukur, dhe të flak si flaket druri i shtrembër që prish pamjen e stivës, e asaj që me sy duket se është e sistemuar. Sistemimi si sy që do rend. Fjala sistemim në shqip përdoret për të thënë vendos në rregull. Kur sistemojmë diçka, e bëjmë të duket më mirë. Por kujt i duket më mirë, vetes apo sistemit? Shembull praktik për sisteme. Sistemi diellor, trupa qiellor në harmoni rreth një qendre. Sistemi nervor, rrjeti i brendshëm që na mban gjallë. Sistemi shkollor, struktura që të mëson, por dhe të formëson. E mbase të formëson ashtu siç i duhet këtyre tipave, pra që mos të jesh si dru i shtrembër, por fiks një prerje si gjithë të tjerët. Sistem ekonomik, ai që përcakton kush jeton më mirë dhe kush jo. Sistemi politik, mënyra se si udhëhiqemi ose kontrollohemi. Sistemi fetar, mënyra se si të kontrollohemi dhe si të shikojmë. Sistemi nuk është thjesht një fjalë, është strukturë, një sy,
një rrjet, një ushqyes, një heshtës, dhe të sistemon bukur të rish drejt. Tani, një pyetje për të gjithë ju. Po ti je pjesë e sistemit? Apo je një njeri që shikon me sytë e tu dhe je jashtë stivës së sistemuar bukur? Pra, jeni me fat ju që mbani çelësat e artë të dijes pa qenë në dieni.